qenë opinionistët e Big Brother marrë opinionistët e Big Brother i dytë që bëra. Si ka ndodhur që ai iku nga i poltron? Por ndenti vetëm një puntatë, 3 puntata sepse u friksua shumë nga komentet në Facebook. Jo, i bëjnë asaj përshtypje këto? Pa diskutim. Atëherë, unë si lexoj më. Po jo tani, ajo tani nuk di se çfarë shkruhet për të. Unë vetë nuk jam rrjetet sociale dhe nuk i lexoj se. Sidomos mbas një puntate që pati një debat të fortë me një nga banorët atëherë. Dhe gjithë opinionistët ti e dinë se si edhe ti e dinë se çfarë trysnia është dhe çfarë si sulmohen më shumë se ata që janë brenda në lojë. Pati një shpërthim komentesh, ca e donin, ca e shanin, nuk e mbajti dot. Kam ndentur një ditë të tërë për ta rikthyer, ishte jo, domethënë dhe u tërhoj. Ja, dhe një mister, unë nuk e dija këtë gjë. Sa shoku im se kishim diskutuar kurrë. Sepse u tremb. Ishte fikse u tremb, po.